Çaka, fitore 1-0 e para fitore Shkëndijës në fazën kryesore të një kompeticioni evropian. Si e komenton? Shumë lojë ronë, nuk luajmë mirë për momentin, amo 3 pikë janë 3 pikë. Si thuti vetë e para herë si luajmë në Evropë, amo është shumë e rëndësishme për djemtë këtu, për ekipën, për stafin, për krejt shqiptarë, si më thonë. Amo victory is victory. E thua fitore është fitore. A mendon që pikërisht kjo fitore në një lojë ndoshta jo është mirë, do t'i ndihmoj skuadrës për t'u ngritur akoma më shumë dhe për të luajtur ashtu si duhet? Po për çdo lojë marrim më shumë eksperiencë si në Evropë, se jemi mësuar me kësi loja në Evropë. Këtu rritëm ka nivel më të lartë. Edhe ki më shumë më pak kohë në top në sene, amo unë besoj si kur vazhdojnë çdo loja do dalim më mirë. A beson edhe Çaka si gjithë tjerët se kjo fitore mes tjerë shkon natyrisht për sponsorin që beson edhe për publikun që ka qëndruar pas skuadrës vetë atëherë kur nuk luajmë si duhet? Unë mendoj kjo fitore hinë si në historinë klub, se para herë si luajmë në grupe. Edhe inshallah do bëjmë më shumë fitore, ama kjo do hinë si në histori me këtë ekip.